Turiste nga Amerika është hera e parë që vjen në Brezovic. Thot se i pëlqen shumë natyra, ajri pastër dhe skijimi në këto anë. Kafja është e shijshme, njerëzit janë të mrekullueshëm, po ashtu ajri është shumë i pastër, ndërsa skijimi në këto vise malore është i hatashëm, ngjason sikur në New Mexico. Por atje ka vështirësi, nga se sasia e borës është më e madhe. Megjithatë, do doja që infrastruktura të rregullohej edhe më mirë në Brezovic. Sërish do të dëshiroja të vi, nga se më pëlqen skijimi dhe duhet të blej këtu disa pajisje skijimi kur të kthehem për në shtëpi. Skiatorët profesionistë dhe amator nga Kosova dhe diaspora vinë në Brezovic ndonë se kanë ankesat e tyre për mirëmbajtjen e qendrës së skijimit. Rruga o mirë, mbeturinat, pastrimi duhet sa ma shumë, duhet me hap parking sa ma shumë. Mirë shumë, po stazën hisë kanë req, shumë zëra, 2 anë të janë stazav, këtë tjetër nuk e kanë req që ishë këtë voglën, veç këtë madhën, kjo qafaloni që i thojnë. Si skiator amator, kësha pos nevoj për trajnime, më shumë, me konë pista ma e mirë, ma e mirëmbajtër. Alban Tahiri, aparist nga komuna e Shtërpcës, thot se Brezovicës i mungojnë investimet që mund të tërheqin turist nga e gjithë bota. Ushtruni asfalt para 5 vite, kështu nuk u po investim, absolut. Momentin që bëhet privatizimi ose investimi më shumë, normal që i tërheq njerëz nga gjithë bota. Parkingjet e automjeteve në Brezovic zgjaten me kilometra, ndërsa duhet të ecësh gati 1 orë në këmbë për të arritur deri në qendrën e skijimit. Vënia në punë e teleferikëve në çdo kohë, sigurimi i parkingjeve për të gjithë vizitorët, ngelen sfidat kryesore me të cilët përballet kjo pjesë turistike e Kosovës, për të cilën afaristët dhe vizitorët thonë se këto probleme mund t'i zgjidhë vetëm privatizimi i saj.